Mirë se vini të nderuar shikues në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Sot kam kënaqësinë që në studio të kem një emër që është bërë pjesë e historisë së sportit shqiptar dhe krenaria e qytetit të Vlorës. Një futbollist që me talentin, karakterin dhe golat e tij la gjurmë të pashlyeshme në futbollin shqiptar. Ai ka lindur në 17 shkurt 1958 dhe gjithë karrierën e tij ja kushtoi Flamurtarit, skuadrës së zemrës. Emri i tij lidhet ngushtë me ekipin legjendar të viteve 80, ekip që sfidoi dhe mundi gjigant të futbollit europian, duke i dhuruar Shqipërisë disa nga faqet më të lavdishme të historisë sportive. Është njeriu që i shënoi 2 gola Barcelonës së madhe në vitin 1987, duke u kthyer në një simbol të guximit, talentit dhe krenarisë vlonjate. Për tifozët e Flamurtarit, ai mbetet një ikon, ndërsa për historinë e futbollit shqiptar, një nga golshënuesit më të spikatur të gjitha kohrave. Mirë se erdhe në studion ton, Vasil Ruci. Kënaqësi që flasim bashkë. Legjenda e Flamurtarit e viteve 80, por që ka mbetur ai emërtim. Vasil Ruci, cilat janë kontaktet e para me futbollin? Cilat janë kontaktet e para fëmijëria juaj në Vlorë? Faleminderit për ftesën një radhë parë dhe është kënaqësi dhe unë të flas në televizionin tuaj. Më ktheve mbrapa, më ktheve në fëmijëri. Në fëminia ime, se s'po e them sakt, është si gjithë çunat e Vlorës, që gjë e parë dhe më e dashura për të gjithë ishte të loste në Porrugica. Kisha fatin e mirë që kisha një rrugicë, nuk kaloni makina, dhe aty i loznim me gjithë gjitonët që kisha pranë. Ku ishte rrugica? Brapa shkollës Salim Xhelo, dhe shpesher lozim dhe tek fusha e shkollës Salim Xhelo. Shumë herë, jo shpesher lozim dhe atje. Dhe aty fillova të dashuroj sportin, të dashuroj futbollin për arsye sepse e kuptoja dhe vetë që dija të lozja futboll. E ndjeja dhe vetë nga brenda që dija të lozja futboll. Dhe më pëlqente konkurimi dhe më pëlqente të fitoja gjithmonë. Dhe kjo ishte ajo që hapat e para, domethënë hodhen atë rrugicë atje. Po kur e kuptuat që futbolli do të bëj rruga juaj, e vetme? Shko, fillimisht kam pas shumë vështirësi, se prindit nuk donin që të lozja futboll, bile, donin të fusnin në për këto, jo tibia fizamonikës, këto jo. Kurse, artistike? Gjëra të po nuk asnjëherë nuk pretendova që të bëj diçka tjetër përveç futbollit. Dhe mbaj mend edhe kur kemi qenë edhe në klasë të 8, kemi pas një klasë sport, klasë që doni shumë futbollit, shumë çuna nga ne. Sa mbaronte shkolla, venim te shtëpia e Penellit filloi të loznim. Pra, nuk është puna se kuptova. Problemi është se nuk i ndajsha dot më, ishte një dashuri e cilës nuk i ndajsha dot më. Dhe doja atë me gjithë shpirt dhe pa atë nuk mund të jetohet dot. Nuk mundet të kalonte dita kështu bosh. Ndërkohë, në fillimet e karrierës suaj sportive, futbollistike, çfarë përfaqësonte Flamurtari në ato vite? Shko, ne babai im, kur isha i vogël, më merrte në prerë dhe shikonim Flamurtari gjithmonë, sa herë që kishte ndeshje. Dhe mbaj mend, babai im shkonte mbas topit, nganjëherë dhe unë lëvizja dhe atje. Por për mua Flamurtari në atë kohë kishte ydhujt e saj, që padyshim ishin emra të mëdhenj. Mbaj mend që fëmijë që nga Mexhidaxhiu, Benelaj, Babaçe Ferku, ishin plot emra të tjerë. Dhe ajo vajtja në stadium, ajo filloi të lidhte kontratën me mua, që unë duhet të veja në atë stadium, qoftë edhe si spektator, por nuk e dija që më mbrapa do veja edhe si futbollist të lozja atje. Megjithatë, Flamurtari i viteve 80 ka mbetur në historinë shqiptare të futbollit europian. Cili ishte sekreti? Cili është sekreti i këtij grupi? Ai Flamurtar për mua ka qenë një strukturë e ngritur me mundime të mëdha, me luftë të madhe dhe me periudha të ndryshme, të cilët fillonin që të kapnin njëri tjetrin dhe të formonin atë zinxhirin e fortë
e cila më mbrapa u bë një ekip kaq solid dhe kaq i bukur, që tek njëri tjetri jo vetëm përcillim misi vllazëri, po përcillim dhe frymën tonë tek njëri tjetri. Ai u bë i bukur për arsye sepse u freskua çdo 2 vjet dhe ishte biovlore, dhe çdo 2 vjet na vinin lojtarë të cilët e plotësuan atë ekip që besoj tek vitet 85 ka qenë kulmi i tyre mbas fitimit të Kupës së Republikës dhe pati periudhën e lavdishme. Ai flamurtar, unë mendoj që u konkludua me personalitete brenda në fushë. Ata ishin që të gjithë, ata ishin futbollista që vështirë do t'i vim glorës, sepse secilin pozicion e tij ishte një personalitet dhe ishte një talent për t'u gërshetuar më mbrapa që të formonin ata ekip kaq të mirë. Lavdia e tij ekipi është shumë e vështirë për t'u arritur. Duheshin sakrificë, jo vetëm nga futbollistat, po edhe nga trajnerët, të cilët kanë merit të jashtëzakonshme për të arritur që ta bëj atë flamurtar kaq të madh. Sakrifikuan të gjithë. Pra ju po thoni sekreti është sakrifica e madhe e tyre? Patjetër. Edhe talenti patjetër? U gërshetuan gjitha bashkë. Ai lloj ekipi, unë po them pati çuna brenda nga ne që bënin nga 3 stërvitje në ditë, u ngriheshin mëngjes. Shkallët e Kuzbabajt ishin bërë ushqimi i përditshëm për disa nga ata, ose pjesa më e mira jona, ose që arritëm kulmin ton, ishten fazat përgatitori që bënim llogara. Ishte diçka që në atë kohë nuk e gjeje kollaj. Dhe plus tjetra, jo vetëm fizikisht, u përgatitën njerëzit, por gërshetimi njërit me tjetrin, kombinimi, frymja, marrëveshja, vllazërimi brenda në dhomat e gjese që ka të bëj shumë, marrëdhënia me publikun ka të bëj goxha shumë, u bë i flamurtar që u bë. Vasil, e kujton pak ekipin kë gjete ti kur vajte dhe kush erdhi pas teje? Unë ka vajtu në kohën që kur trajneri ishte Bejkushi, 18 vjeç, mbaj mend që më theriti nga aneksi dhe bëm një ndeshje kontrolli përballë ekipit të parë, ku përballë kisha emra, atë vit e kishte lënë me Gjitagjiu, nuk arrita ta gjej, ta takoja në ekip. Ishte nga këto figurat e mëdha, Benele, Kotozilja, Mondliçaj, Gzim Troqe, Mane Zeqiri. Ta quajmë brezi parë? Brezi parë. Pastaj, avash, tek neve ngelen figura si Kotozilja, Uran Gjafa, apo Mondliçaj, ngelen breza. Ngelen tek që u gërshetuan me brezin ton, dhe avash pasaj dhe ata u zvendësuan me lojtarë të rinë, cilën me ishtifikuan plotësisht. Kush erdhi pas teje? I pari ka vajt Kreshniku tek ne, që ka thirur Bejkushi. Pasaj ndjes pas Petro Rusi, pasaj arritat vete unë, vi Rapotao, mbrapa mua, pasaj fillonin të vinin Bubeqi, Fredzijaj, Latif Gjondetaj. Pra po thuaj se në të njëjtën kohë me një vit apo 2 vite? Vini vit pas viti, dhe plotësoheshin plotësisht, sa u bëm një ekip shumë i mirë. Unë do e thoshe një gjë, prodhimtaria e atyre viteve ka qenë shumë e madhe, dhe tani pa bërë dhe vetën shumë e faj, apo gjithë ekipin tonë shumë e faj, kishte ka shumë prodhimtari, sa arritën shumë vlonjat, nuk arritën dot që të luani, po ishin shumë të mirë dhe u detyruan të ikin nga Vlora të lozin për qytetet të tjera. Pra kishim dhe ne një pjesë të fajt pa dashje, që këta njerëz nuk arritën dot që të lozin me Vlorën, po lozin për rrethet të tjera. Ishte prodhimtari e madhe, ishte goxha lojtarë shumë të mirë, cilët arritën që të luani dhe kudo. Po flasim për vitet? 85 e më mbrapa. Pra vitet 80. Po. Kishte prodhimtari, kishte talente. Shumë. Geni vlonjat. Po shumë, normal. I sportit, i futbollit. Është e bukur. Dhe shtojmë pak tek ngjarja e madhe sportive tek Barcelona. Se sot e dëgjojmë Barcelonën shpesh, pa atëre Barcelonën besoj jo shumë vlonjat, po dhe shumë shtetas shqiptar të themi që e mësuan nga ju. Si e sjell sot? Çfarë të jep ty, çfarë kujtimi, çfarë emocioni të sjell Barcelona sot? Shiko, Barcelona është Barcelona, mbretëri. Nuk diskutohet futbollin botëror.
Edhe në atë vit që ka ardhur tek neve, ka ardhur mbasi finalet të humbur me Steaua në Bukureshtit 3 muaj përpara, Champions League, humbi finalen. Me ata emra që ishin në atë kohë, duke filluar nga Lineker, që ishte golshnuesi më i mirë i kampionatit botror në BR në Meksik, pastaj gjithë me radhë, emra të mëdhenj që kanë Zubizarreta, Hughes, Julio Alberto, plot në lojtarët kombëtares, pothuajse të gjithë, që të vinte në Vlorë ishte jo ëndër, s'mund ta imagjinoje dot që të vinte të arrinte deri në Vlorë. Por në Flamurtari, dhe këtu dua ta përgëzoj gjithë ekipin e Flamurtarit, ishte një ekip trim, një ekip me kurajo të madhe. Dhe në momentin që erdhi në Vlorë Barcelona, gjën e parë që menduam është do ndeshemi me kampionët e botës, se kështu quheshin ato. Por kishim krijuar një bindje vetë si ekip, duke parë dhe vlerat e njëri tjetrit, që padyshim do ta kishte të vështirë ne. Sepse pavarësisht nga rrethanat që ishin atë kohë, të mbyllur brenda, pa ndeshje miqësore, pa dalë shumë jashtë shtetit, me eksperiencë, por bindja të brenda në ekip ishte plotësisht një bindje fituesi dhe në mendjen tonë kaloi vetëm kjo gjë, që ata do të vinë, por do ta kenë të vështirë. Jeni shënjues i 2 golave. Mund të më thoni pak një emocion, goli parë, goli dytë, dhe pastaj si e priti publiku, sportdashësi, dhe çfarë ndau me ty? Më thuaj pak, sepse ishte epokë e zjarrt ajo. Epokë e bukur. Një javë para ardhën gazetar nga Spanja dhe morën intervistë. Dhe më morën dhe mua në një intervistë, me që isha golshnues. Edhe më pyetën a do shënosh kundër Barcelonës. Edhe përgjigja që i thash është shumë e vështirë ti për të shënosh Barcelonës. Por fatin do ta kem unë atë ditë. Dhe kështu ndodhi. Por unë do të thosha një që tani e them me sinqeritet plot, momenti që kam vajtur, kam stoppuar topin, isha shumë i lodhur. Domethënë vije nga mezi fushës, se vinte aksioni nga mezi fushës, isha shumë i lodhur dhe arrita të kërcej ta kontrolloj topin dhe gjithmonë nga stërvitja që kam bërë për portën, për goditjen drejt portës, funksionoi atë moment dhe arrita të shënoj. Për mua është gol më shumë për spektatorin, jo për mua. Ata ndjen veten, ndjen një farë, unë besoj, doni të shprehin edhe një farë lirie, një farë dashurie, një farë kontakti që kishte ai me ne, jo me mua, po me gjithë ekipin. Dhe ajo është një ndjenjë brendshme e cila rrallë të ndodh në jetë. Nuk të ndodh që të ndeshesh me Barcelonën, por kur të ndodh dhe shënon gol është diçka ëndër shumë e bukur. E jashtëzakonshme. Shumë e bukur. Dhe si fjalët e publikut? Atë ditë ose ditët e tjera, sportdashësit, ishit tjetër në sytë e tyre. Shiko, të gjithë komentonin golin, jo i bukur i e kështu ndaj këtej. Kurse unë nuk e besoja. Se besoj që nuk e besoja që kisha bërë. Shkruat histori. Flamurtari me atë ndeshje dhe më pas shkroi histori. Ju e mendonit që në fakt nuk përshkruanit vetëm historinë e Flamurtarit të Vlorës, po përshkruanit historinë sportive të gjithë Shqipërisë. Shqipëria u njoh në arenën ndërkombëtare, me emrat tuaj, me Flamurtarin e madh. Po them diçka, kur vajtëm ne në Spanjë, herë në parë, në Barcelonë, herë në parë nuk kishim ambasadë. S'kishim përfaqësi. Dhe ne aty u njohitëm. Shqipëria aty u njohit me Flamurtarin. Dhe herën e dytë kur vajtëm kishim përfaqësi. Ambasador. Po, herën e dytë kishte përfaqësi. Pra ky është Flamurtari. Flamurtari është ambasador. Unë them një gjë, unë besoj. Fjala më e bukur në botë për mua sot është fjala ambasador. Mund të jesh ambasador paqe, mund të jesh ambasador futboll, mund të jesh ambasador në kuptimin e mirë dhuratash, mund të jesh ambasador. Fjala ambasador është një magji të vërtetë. Është përfaqësi i vendit, i gjithë vendit tonë. Dhe Flamurtari në atë kohë arriti në 16 ekipet më të mira, dhe në momentin që arritëm në 16 ekipet më të mira, duke parë kalendarin që kishim përballë, thoshtim vetëm Barcelona mos na bie përballë, na bie kushdo do kualifikohemi.
por fatkeqësisht në ra prap ajo dhe fatmirësisht prap, sepse mundëm një ndeshje këtu, por na mundën dhe ata një ndeshje atje. Por, unë them se përfaqësimi ishte denjësisht dhe ishte përfaqësim dinjitos për flamurtarin. Përballje e veçantë është dhe përballja me Partizanin e Beogradit. Padyshim. Dhe them që ishte dhe më veçantë edhe për shkak të gjeopolitikës dhe historisë sonë. Sa do me thënë se, sa e vështirë, sa sakrifikuat dhe cili ishte vlerësimi me Partizanin e Beogradit? Unë do të them një gjë që ne bëm dy ndeshje, një këtu, një atje, kuptohet. Ndeshjen këtu e kemi bërë shumë të mirë dhe kemi fituar 2-0. Ndeshje shumë e mirë që ata nuk na rrezikuan asnjë. Ndeshjen atje nuk e bëm shumë të mirë, por fal golit Sokolit që shkon emocionuese shumë i bukur. Sokol Fushta. Patjetër. Ne u kualifikuam. Por ka një gjë. Unë di që intervistën që ka dhënë trajneri i Partizani Beogradit në atë kohë, intervistë në bashkëbizetim me trajnerat tanë tha, keni ekip të mirë, mos pretendoni të ndaloni deri këtu. Kur ne u kualifikuam. Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme, patjetër, sepse nuk ishte vetëm futboll përballë, por na përgatitën që kjo ndeshje nuk është thjesht vetëm futboll, por është edhe politikë. Në fakt ne në atë kohë në përgjithësi na pëlqente të ishte vetëm ndeshje futbolli. Ne donim të rrifnim ndeshje futbolli. Pastaj le të gjykoni të tjerët si të donin. Edhe ishte bukur shumë. Vasil Ruci, cili është trajneri ose lojtari që ka ndikuar më shumë tek ju? Trajneri i parë që kam qenë ka qenë Skënder Ibrahimi në Shtëpinë e Pionerit, që më ka marrë direkt në Samopa tek Shtëpia e Pionerit. Padyshim janë disa trajnerë, nuk është thjesht vetëm një. I dyti është Skënder Elmazi me ekipin e të rinjve, dhe i treti është Bejkush Birqa, më afroi në ekipin e parë. Merit padyshim ka më mbrapa dhe Leonida Çuri dhe Niqifor Thamaj. Pra të gjithë kanë gurin e tyre tek unë. Nuk më bën vetëm thjesht futbollist. Në radhë të parë, unë mendoj që ata më bën një njerëz të përgjegjshëm. Që unë se s'bën duhet që atë çka kisha unë vetveten time, atë ditë që dilja në fush, duhet ta shpreha me 100% të mundësive të mia. Më bën njerëz. Dhe kjo është gjë e madhe, sepse sportistin nuk e rrit familja, sportistin e rrit shoqëria, se gjatë gjithë kohës është i ikur nga shtëpia, që nga mëngjesi deri në darkë. Dhe kjo është gjëja më e mirë tek ai grup, që marrëdhënia që kishin me njëri tjetrin ishte marrëdhënie miqësore dhe kaq e bukur. Sa dhe sot ekzistojmë të tillë. Sot prapë ekzistojmë të tillë. Vasil Ruci, unë të njoh personalisht, të kam mik dhe ky është privilegj për mua që kam një mik si ty. E di që je i thjesht, e di që je modest, por gjithsesi si e përjetoni faktin që sot shumë breza sportistësh ose dhe të themi sportdashës ju vlerësojnë si legjendën e flamurtarit. Ju, pastaj flasim për ekipin. Mua vjen që i kërën të flasë për vetë. I thash pak më përpara ato, kështu që duhet thuash. Kam frikë se të më quajnë egoist. Po jo, unë e thash kush jeti. Kam ca gjëra, kam disa shpesher kur bjerë muhabeti për punë e futbollit. Kam ca gjëra të cilat unë besoj që jam golshnuesi më i mirë në Vlorë. Kam dalë 2 herë golshnuesi më i mirë në Shqipëri. Në 5 finale kam shënuar 4 herë. Në 12 takime UEFA kam shënuar 6 herë dhe 1 takim miqësor 7. Pra janë disa gjëra që të paktën më kanë dhënë atë emër që s'dua ta them unë, por më mirë ta thonë njerëzit. Pra janë disa gjëra të cilat unë besoj që kontributi im në Vlorë ka qenë i mirë dhe jo vetëm thjesht duke los futboll, po edhe brenda grupit tonë. Unë dua të thosha një gjë. Futbolli më bëri një gjë që unë arrit ta them tani me bindje të plot. Futbolli më bëj të përqafoj njerëz, të dhuroj dhe të di të fal. Më ka bërë burr. Edhe unë të them faleminderit ty Vasil Ruci. Vasil Ruci, çfarë mendim ke për futbollin shqiptar sot? Dhe
A shihni ju sot talente që ju ngjasojnë me brezin tuaj? Në futbollin shqiptar, ky është mendimi im, padyshim, janë dy gjëra të cilat akoma nuk janë vënë në rrugë të drejtë. Dy gjërat më kryesore të cilën futbolli shqiptar do ta shtyjë shumë e shumë hapa para nëse do arrin të bëhet. Janë privatizimi dhe sponsorizimi. Janë dy ligje të cilat po nuk arritën të bëhen në futbollin, kështu do ta kemi. Do ta kemi në vështirësi të mëdha. Çdo të thotë edhe privatizim dhe sponsorizim. S'po i zgjatem shumë kësaj historie sepse ka bërë Kosova dhe po i hedh hapat vigane. Në një moment unë isha në Kosovë dhe pash ndeshjen me Turqinë dhe më mori presidenti i Kosovës dhe më tha, humbëm, dëgjoni këtu, thash, ju humbën ndeshjet po fituat dignitetin. Ne duhet fitojmë dignitet sot, ne na ka po na humbet ditë për ditë digniteti brenda fushës së lojës. Po të shikosh çau ndodhi në këto javë të fundit të kampionatit janë turpe të mëdha. Domethënë liheshin ndeshje në mënyrë skandaloze. Por kjo do të thotë që vitin tjetër do ta kesh përsëri më keq se duhen larë ato borxha që janë lënë këtë radhë. Pra, doja të thoshja, nëse do ketë ligj sponsorizimi dhe ligj privatizimi, domethënë që të arrin të bëhen këto gjëra, detyrimisht gjëra do të fillojnë nga poshtë. Çdo të fillojnë nga poshtë. Çdo thotë do të fillojnë nga poshtë. Poshtë profesionista duhen dhe fëmijët. Pa qenë profesionista fëmijët, që jo kushdo mund të vejë të futet te ekipi i Vlorës, për arsye se duhet të paguajë diçka. Jo. Aty duhet të ketë përzgjedhje dhe duhet të ketë profesionista të cilët i stërvisin. Vetëm kështu do arriten cilësia e futbollit shqiptar. Dhe Vlora nuk i mungojnë. Vlorës nuk i mungojnë lojtarët të cilët janë talentuar. Por situata në Vlorë është për të ardhur keq. Jo vetëm mendoj sportdashësit, po gjithkusht çdo qytetar i Vlorës ndihet keq sot kur flamurtarin e sheh gjatë gjithë vitit i ngjitur në superiore dhe më pas dështim pas dështimi sot zbriti një kategori. Them që të lidhur kaq shumë vlonjatët me sportin, me lavdin tuaj, me lavdin e ekipit që shkon dhe mund Barcelonën, sot ndihen, them, keq, por dhe të trahtuar. Ju, të themi tani dhe si strategi sportit, i futbollit, çfarë mendoni për të ardhmen e flamurtarit të Vlorës? Çfarë do donit ju, si do donit ju ta shiknit? Jo thjesht atë që dua ta shoh të parin fitues. Qytetari vlonjat dhe neve që kemi los futboll, kemi bërë një kontratë me futbollin e Vlorës. Kur bërë një kontratë me futbollin e Vlorës, padyshim je detyruar ta duash, ta dashurosh atë. Që të gjithë e duam në këtë punë, por unë vetëm këshill që duhet jam. Gjën e parë që duhet bëj flamurtari, përpara se të bëj ekip duhet bëj staf. Aty fillojnë të gjitha gjërat. Dhe unë dua që të gjithë njerëzit. Staf drejtues. Patjetër. Pa institucion nuk mund të ngresh dot një ekip. Gjë e parë, këtu ne bëjmë gabime, ne ngrem ekipin, turremi mbas lojtarëve, që të gjejmë një lojtar këtu, një lojtar atje, bëjmë ekipin, pastaj bëjmë institucion. Jo. Bëhet institucioni fillimisht dhe pastaj arrin të bëhet ekipi. Dhe institucioni, gjën e parë që ka në parimin e saj është marrëveshja dhe konsulta. Pra, nëse njerëzit do të jenë bashkë, arrin të konsultohen, që në fund të fundit të dinë të nxjerrin konkluzion sakt, besoj se edhe ekipi do të arrijë të bëhet i saktë. Pra, gjëja vetme dhe këshilla më e mirë që mund t'i jap punësh vetëm kjo, sepse të gjitha të tjerat këtu nuk mungojnë, nuk është puna, nuk mungojnë. Dashuria e spektatorërit për futbollin, dashuria jone të gjithëve neve, që detyrimisht duhet të jemi në stadium. Bile, jo vetëm të jemi në stadium, por e figurat tona të gjithë që kanë losur futboll duhet të shpërndajnë frymën brenda aty. Duhet të shpërndajnë historinë, duhet të thonë shumë gjëra, të cilat edhe ata që vinë ta njohin këtë histori. Ta njohin se kush është ky flamurtar dhe kjo bluzë që përfaqëson. Sa vlonjat ka ekipi i flamurtarit aktualisht sot? Sa lojtar nga Vlora? Sepse ju atëherë kishit dhe shpirtin e Vlorës, donit Vlorë, donit qytetin, ndërsa të huaj tani është ndryshe. Shikon, do të them një përgjigje të tillë, sa më shumë vlonjat të ketë atje, aq më shumë njerëz do të vinë në stadium. Sepse vlonjati e bën vlonjatin në stadium. E kupton? Është shumë e vështirë për ta bërë juaj. Por sot gjërat kanë ardhur që do ketë të huaj dhe padyshim duhet të ketë. Të huaj për arsye se të gjitha gjërat
Sot si po vejnë gjërat, po shikojmë që edhe në Itali, edhe në shumë vende të botës, ka ekipe që s'kanë italian. Por e rëndësishme është mënyra dhe forma se si arrim neve që t'i ndërtojmë gjërat, që t'arrim të kemi sukses. Kjo është më e mira. Po. Ju e keni përfunduar tashmë karrierën sportive, jeni ish futbollist i flamurtarit të madh të viteve 80. Ndërkohë që nuk keni lënë tërësisht të themi karrierën në thonjza, sepse keni krijuar një shoqatë, shoqatën e veteranëve të flamurtarit, e cila prej vitesh funksionon dhe funksionon bukur në sytë e mi. Vasil Luruci, cili ishte qëllimi dhe çfarë mendon se ke arritur ti si themeltar në krijimin e një shoqate të tillë? E para unë futbollit nuk jam ndarë, normali që më ndarë. Kur loze futboll dhe tani të pak sekretari shoqatës së veteran. Mu desh shumë luftë, mu desh shumë punë, mu desh shumë mund që të arrijet që t'i bëja njerëzit bashkë. Pse? Ka një arsye. Të gjithë ishin harruar. Të gjithë ishin ato rutinën e tyre, të gjithë ishin ato punrat e tyre, në familjen e tyre, por por këta njerëz, rini e Vlorës apo qytetarët e Vlorës që nuk e kanë ndjer atë lloj historie në atë kohë, nuk i njihnin. Dhe mu desh shumë punë që ta ngrija këtë shoqat. Dhe sot që flasim ne, të paktën me aktivitetet që bëjmë dhe me takimet që bëjmë me njëri tjetrin, sot kanë arritur që të këta njerëz jo vetëm të jenë në fokusin, jo vetëm gazetarëve, por në fokusin edhe të punësimit në kuptimin e mirë, edhe të lavdisë tyre që kanë bërë. Po të marrë një rast të thjeshtë. Në shoqata jonë ka dërthapur, nuk shë dhënë që ti jesh futbollist. Dhe rastësisht ndodha një ditë që jem trajner dhe ndroj një nga këto figura tona, pa i zënë emrin goj, dhe fuc një nga këta i cili s'ka qenë futbollist. Dhe ai u mërzit, pse? I thash dëgjoj këtu. Ai që s'ka qenë futbollist, kur të vej në shtëpi, do i thot, loze futboll, po, me kë loze? Me filani. Pra djali ti do mësoj kush e ti. Pra kjo është arsyeja pse këta njerëz janë ti, jo vetëm miq, por njeriu në këto raste të tilla, neve të paktën ne, jemi nostalgjik për të kaluar. Pjesa më e bukur e jetës tonë ka qenë futbolli, pjesa më emocionuese, pjesa tjetër ka qenë rutinë, ka qenë punë, ka qenë probleme, halle, gjitha të tjerat. Por pjesa e futbollit ka qenë pjesa më e bukur e jetës tonë. Dhe ne nuk kemi për të ndarë kur nga kjo. Edhe prandaj kjo shoqat funksionon sepse që në atë kohë kemi qenë miq e vëllezër dhe vazhdojmë akoma të jemi të tillë. Është diçka emocionuese, jo vetëm aq, po kemi edhe këngëtar brenda që kudo që vemi për shembull, vetëm këtë muajin e kaluar bëra 2 aktivitete, një në Athinë dhe një me anglezët në stadium. Kështu që kemi të tjera para. Shumë bukur. Unë mendoj që bie në sy historia, lavdia e flamurtarit dhe tek brezi i ri, tek ata që nuk ju kanë njohur, tek ata që kanë lindur pasi ju e mbyllët atë histori që përgjithsisht ajo s'është e mbyllur sepse është vazhdimisht në syt e vlonjatëve dhe të Vlorës. Dhe mendoj që këtu e keni realizuar, e keni përcjell. Po, jemi vetëm një shoqat në Shqipëri që funksionojnë kështu dhe na kanë zilit gjithë. Dhe na marrin dhe shembull, është emocionuese për mua. Kur jemi të gjithë bashkë, kujtojmë historitë tona, kuptohet, bile, jo vetëm miq, po ne kemi filluar edhe të arrim të ndihmojmë. Qoftë antar të shoqatës, por shpeshherë kemi vajtur aktivitete për bamirësie dhe humanizmi. Është shumë bukur. Më njerëzor se njerëzore dukeni në këto aktivitete. Vasil, unë tani do të kaloj tek pyetjet e fundit që dalin jashtë karrierës futbollistike, jashtë sportit. Vasil Luruci, sepse publiku të njeh patjetër, po të njohin dhe ata që janë më të rinj, sepse kështu të njeh dhe më nga afër kur dalim pak dhe te disa pyetje personale. Futbollisti i madh, çfarë bën sot Vasil Luruci? Në kohën e lirë, edhe jo vetëm me aktivitetin e fushatës, me aktivitetin e shoqatës. Unë tani që kam dalë në pension gjë e parë, nga mëngjesi në darkë mendoj çfarë aktiviteti të radhës do bëj. Dhe e dyta, ta thash fillim. Mua
Ditë përfqafoj, ditë dhuroj dhe ditë kërkoj falje. Në këtë moment jam të momenti që dua të dhuroj dhe gjë e parë që bëj dhe mendoj nga mëngjesi deri në darkë është të arrit të bëj një aktivitet që të dhuroj. Tani, materialisht, psikologjikisht apo shpirtërisht varet, por mua më pëlqen vetëm të dhuroj. Kështu jam i ndërtuar. Edhe është bukur. Shumë e bukur. Ndërkohë, ju nuk udhtoni vetëm me makinë, apo jo, jeni dhe këmbësor në qytet. Po, lëvizim nga Apo një. jo? Po. Takon sot Vasili Ruci njerëz të brezit të tij apo dhe më të rinj të takojnë, të Po, thonë, patjetër. çfarë të thonë? Patjetër, dhe kjo është, po të them vetëm një gjë, që jetoj në Vlorë akoma, jetoj se sa dal nga shtëpia që në mëngjes më përshëndesin njerëzit që janë vlonjat, por jo vetëm në Vlorë, edhe jashtë Vlorë dhe kudo që vete. Nuk ka gjë më të bukur nga kjo. Të ngrihesh në mëngjes edhe të dalësh në shtëpi e të thonë mëngjes vlonjati. Vlonjati është i mirë, është i dashur. Vlonjati. Dhe në përgjithësi vlonjati ka shumë dashuri që nuk e mban gjithë për vete. Fillon edhe shpërndan. Dhe kjo të ngro shumë kur të fillon edhe ta thonë. Nga njerë të bëjnë dhe qefin, normale se kështu, por rëndësi ka njeriu të jetë me këmbë në tokë, nëse jetë shumë egoist, dhe unë besoj se ashtu si që të respektojnë, duhet të respektosh. Gjithsesi është vlerësim. Po, patjetër. Edhe qytetaria Vlonjate vërtet është ashtu siç edhe juve e thatë. Te kamera juaj, Treshi, i lutem regjis, një mesazh, çfarë do të thoni, një djaloshi Vlonjat që do të bëhet futbollisti flamurtari? Çfarë duhet të bëjë ai? Çfarë duhet të ketë ai? E para gjë që duhet të them, që të bëhesh një profesor, e di që do ulesh në libra do mësosh, apo të bëhesh një shkencëtar prapë në libra do mësosh. Që të bëhesh sportist është gjë më e vështirë. Jo vetëm faktori talent, por gjë më e kryesore është faktori sakrificë. Dhe çdo djalë të ri i them, nëse do të bëhesh sportist, duhet të sakrifikosh, jo vetëm ti, po gjithë familja jote, gjithë njerëzit e tu, dhe sakrifica, dhe stërvitja, dhe mundimi, dhe kushtet, janë ato që mund të arrijnë të bëhesh sportist. Por ndryshe, të ngelesh me celular në dorë, shumë e vështirë është. Cili është mesazhi më i rëndësishëm që juve ju ka dhënë jeta juaj, dhe që ju doni t'ua përcjellni dhe të rinjve? Për mua sakrifica ka një gjë më e vështirë, domethënë mesazhi më i mirë. Sakrifica për çdo gjë, ndanim bukën me njëri tjetrin, ndanim djersën e njëri tjetrit, që të bëhesh edhe grup, padyshim, që të funksionojë në grup, ndanim hallet me njëri tjetrin, shkonim shumë me familjen e njëri tjetrit. Pra, domethënë një socializim të tillë, një grup që pati sukses ishte thjesht vetëm nga mënyra se si funksionoi ky lloj grupi, nga dashuria që përcjellnin tjetrin. I jepnin frym njëri tjetrit në gojën e njëri tjetrit. Kur shihni pas gjithë jetën tuaj, përse jeni krenar sot? Çka e para që jam vlonjat njërë, që jam e bukur. Jam Vlonjat, po. Gjë më e bukur, e para që jam vlonjat. E dyta, në karrierën time sportive dhe jetësore, në këtë jetë, di që kam bërë vetëm të mira. Dhe treta, do bëj të mira gjithë jetën time. Sa të kem frym, sepse nuk ka shpërblej do të dashurinë që kanë shprehur vlonjatët për mua. Nuk di do të arrit do ta bëj. Por sido që tjetë, sado që do mundohem shumë që të arrit tu shpërndaj sa më shumë dashuri vlonjatëve, tu laj borxhin atyre njerëzve që na kanë djetë kur ditë e natë, në vështirësi të mëdha, në pangërësi, pa ujë, me problemet jashtëzakonshme që na kanë ndjekur gjithë jetën. Për mua jeta është një sakrificë, por ka dhe të bukur në saj nga mbrapa. Unë të falenderoj. Edhe unë ju falenderoj shumë dhe do më pëlqente shumë që Vlora të bësh akoma më e bukur, nga njerëz. Patjetër. Dhe flamurtari? Dhe flamurtari të jetë atje ku duhet, padyshim. Të jetë
Ku i takon? Flamurtari është kontrata jone e gjithë jetës. Ku i takon, është e vërtet. Faleminderit shumë Vasil Ruci, kënaqësi, nder dhe privilegj. Faleminderit. Të nderuar shikues, ka njerëz që fitojnë ndeshje dhe ka njerëz që fitojnë zemrat e një qyteti të tërë. Vasil Ruci i përket kategorisë së dytë. Golat e tij, emocionet që u dhuroi tifozëve dhe faqet e historisë që shkroi me fanellën kuqezi të Flamurtarit vazhdojnë të jetojnë edhe sot. Dhe faleminderit të nderuar shikues që na ndoqët në këtë bisedë të ngrohtë me Vasil Rucin, i cili ndau me ne kujtimet e një epoke të artë të futbollit shqiptar. Ishte Vasil Ruci të nderuar shikues, bashkë do të shihemi në emisionin e radhës. Ndërkohë që unë ju falenderoj si gjithnjë që ju na ndiqni në Atlas Njerëzor. Miropafshim.